Një i burgosur I cili ndodhej I shtruar në repartin infektiv të spitalit të Durrësit për probleme shëndetësore dyshohet se është arratisur. Konfirmohet nga policia e shtetit se I arratisuri është Altin Doçi I cilësuar si person me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Altin Doçi është një nga personat e arrestuar nga policia si autor I vrasjes kriminale të dy vëllezërve Haxhiaj në Durrës. Doçi së bashku me shokun e tij 22 vjeçar akuzohet se kanë vrarë edhe dy të rinjt, Dorian Shkozën dhe Angelo Avdian, më 2 mars të vitit 2020. Ai është dënuar më parë për trafik droge. Burime jo zyrtare bëjnë me dije se ngjarja ka ndodhur gjatë kohës që I dënuari po merrte trajtim mjekësor ndërsa ende nuk ka një konfirmim zyrtar nga autoritetet përkatëse. Mësohet se forcat e rendit kanë nisur kërkimet për lokalizimin e tij ndërsa pritet një reagim zyrtar për të sqaruar rrethanat dhe për të konfirmuar ose hedhur poshtë lajmin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.